Mbretëresha Ester, një vajzë e re hebreje, e zgjedhur për të bërë mbretëresh në Persi, por nuk e dinte që populli i saj ishte në rrezik. Këshilltari i mbretit, Hamani, kishte një plan të ligë për të zhdukur gjithë hebrejt, dhe mbreti e nënshkroi ligjin pa e ditur se Ester ishte hebreje. Kushëriri i saj, Mordekai, i dërgoi një mesazh urgjent. Ester, duhet flasësh me mbretin. Nëse hesht, ne do të humbasim. Por kishte një problem. Askush nuk mund t'i afrojë mbretit pa ftesë, as vetë mbretëresha. Të hyje në sallën e fronit pa u thirrur ishte dënim me vdekje. Megjithatë, Ester mori një vendim. Mblill të gjithë hebrejt, agjëroni për mua 3 ditë pa ushqim, pa ujë. Nëse do shkoj te mbreti dhe nëse humbas jetën, le ta humbas. Për 3 ditë ajo u lut dhe agjëroi. Pastaj e veshur me rrobat mbretërore hyri në sallën e mbretit. Mbreti e pa, heshtje. A do ta dënonte? Pastaj ai ngriti skeptrin e artë. Kjo ishte shenja që Ester ishte e sigurt. Në një darkë mbretërore, Ester foli: "Mbret, populli im është në rrezik për shkak të këtij njeriu." Mbreti u tërbua. Plani i lig i Hamanit ju kthye atij vet. Në vend që të zhdukeshin hebrejt, Hamani u dënua. Sepse Ester zgjodhi të fliste, populli i saj u shpëtua. Edhe pse me frikë, ajo zgjodhi guximin. Edhe kur gjithçka dukej e pamundur, Zoti hapi një rrugë. A ke qenë ndonjëherë në një situatë ku frika të ndaloj, por vendose të flasësh gjithsesi? Ndaj në komentin më poshtë. Zoti të bekoft.